Në mbledhjen e parë të vitit 2015 për këtë vit, dega e Partisë Liberale Egjiptiane në Gjakov takoi përfaqësuesit e lagjes Sefa me qëllim të bashkëbisedimit me lagjen për gjendjen momentale që po ballafaqohet komuniteti egjiptian në Gjakov. Komuniteti kësaj madhe, në gjithë madhe dhe mdojnë, po në sot me gjithë vullnetin ta me kom pranu, si më konë si përfaqësues i lagjes dhe me kurnej. Na gjithmonë kemi kërku edhe kërkojmë se ardhmet tonë që vinë do t'jenë me shkollë. Shkolla është mas pari në pyetje. Masaj ne me zgjedhë. Patën besim që soj, edhe unë me knasi e pranova, do të mundona prap në të njërën teme, kam vullnet me punu, do të punoj gjithsesi për komunitetin tim. Në kuadër të këtij takimi u dhanë edhe shumë rekomandime për përmirësimin e gjendjes së këtij komuniteti dhe në të njëjtën kohë diskutua edhe për emigrimin ilegal që ky komunitet po ballafaqohet. Komuniteti me shqetësim kërkon nga autoritetet të paktën të mos kthehen familjarët për shkak gjendjes së rëndë. Gjithashtu pjesëtarët e këtij komuniteti rekomanduan që të kenë edhe një debat publik me qëllim të shpalosit së problemeve kryesore që po ballafaqohet ky komunitet.